Nëse ne do të shohim se sa të varfër ka në Amerikë, atëherë të garantoj që dhe se sa është rritur numri i të varfërve në Amerikë në 5 vitet e fundit nga pandemia sot, atëherë të garantoj që nga pikpamja e tyre është një hap i drejtë. E qartë. Se sa efektivitet do ketë mbetet për tu parë. E përmendëm pak më herët borxhin publik. Si do ndikojnë ky urdhër ekzekutivi i presidentit Trump për ta ulur deficitin tregtar të SBA-s? Deficitin tregtar të SBA-s e ul duke rritur prodhimin e brendshëm. Prodhimin e brendshëm bruto dhe prodhimin e brendshëm real të SBA-s. Kështu ulet deficiti tregtar. Pra ti nuk çon më pak para jashtë, dhe ato parat që do të çosh jashtë ti investon brendshëm. Borxhin e ul që duke marrë parat e tyrave doganore dhe duke paguar koston e borxhit, sepse problemi nuk është borxhi vetvete, problemi është kostoja e borxhit, sepse Amerika ka marrë para, por nuk ka marrë para nga FMN-ja me kosto të ulët. Ka marrë para nga tregjet dhe parat në tregje janë me kosto të lartë. Dhe Amerika sot është e përbërë vetëm nga financa, ekonomia e madhe amerikane. Apo dhe shërbimet. Nga grupet e mëdha, po jo grupet e mëdha financiare. Sepse ata kështu kanë dominuar globin. Rubio sot në një konferencë për shtypje sharish mjaft bukur. Pikërisht këtë çfarë thënë ju. Po, të lutem vazhdo. Dhe atëherë, çfarë do bëjnë? Do vazhdojnë të pasurojnë Indinë, Kinën dhe të tjerë dhe do varfërojnë qytetarët e vet? Kjo është pikë pyetje. Rubio për shembull vjen nga komuniteti hispanik, që është një nga komunitetet më të varfra të qytetarëve në Amerikë. Kur u pyetur nga gazetarja tha se ju po shkatroni ekonominë, tha me këto. Tha jo, ekonominë nuk po shkatrojmë. Mirë po ka të bëjë me një riformatim pikërisht të sistemit financiar. Ata po shkatrojnë bankat e mëdha dhe një pjesë të vlera aksioneve po bën, tha jo ekonomi. Sigurisht. Arsyet gjeopolitike të kësaj vendosjes së kësaj arsyet gjeopolitike lidhen me pozicionimin e të mbesin pa gjeopolitik. Me pozicionimin e Amerikës në botë. Pra, a mund vazhdojë Amerika ta forcojë BRICS-in? Pra kemi parë që kriza 2008 se do psoi Amerikën. Pranvera arabe do psoi Amerikën. Rritja e çmimit të naftës dhe gazit ngriti Rusinë dhe gjithë vendet arabe dhe Amerika shpenzoi para pafund me industrinë ushtarake dhe me Pentagonin në linjën e mesme, në Afganistan, dhe gjitha këto para ikën nga ekonomia e brendshme amerikane. Pra, arsyeja është që Amerika do ta mbajë veten në pikpamjen gjeopolitike liderin e ekonomisë botërore, pra vendin ku njerëzit jetojnë më mirë në gjithë botën. A mundet Amerika të vazhdojë ta përballojë rritjen e numrit të varfërve çdo vit? Në emër të kujt? Në emër të vetëm të atyre të kompanive të mëdha që jetojnë në New York dhe të tregjeve financiare?